Më 27 dhjetor 1946, Kuvendi Popullor i Shqipërisë ratifikoi 2 marrëveshje të rëndësishme me Jugosllavinë, duke vullosur një fazë të re në marrëdhëniet mes dy vendeve komuniste. Me vendimet nr. 388 dhe 389, Shqipëria zyrtarizoi bashkëpunimin ekonomik dhe koordinimin e planeve me Federatën Jugoslave, përfshirë bashkimin doganor dhe barazimin e monedhave të tyre. Këto vendime të rëndësishme u paraprin nga një plenum i jashtëzakonshëm i Komitetit Qendror të Partisë Komuniste, mbajtur nga 18 deri më 20 dhjetor 1946. Në këtë mbledhje Enver Hoxha mbajti një fjalim të zjarrt ku theksoi domosdoshmërinë e afrimit me Jugosllavinë dhe mbështetjen për politikat e saj, përfshirë çështjen e Kosovës. Në deklaratën e tij Hoxha theksoi se Kosova nën Serbinë është mirë, ka liri e ka shkolla, duke vlerësuar gjendjen e shqiptarëve në krajinën e aneksuar nga Serbia. Ai nënvizoi se shqiptarët e Kosovës duhet të bashkëpunojnë me autoritetet jugoslave dhe të ndërtojnë vëllazërimin dhe bashkimin në kuadër të Federatës Jugoslave. Këto qëndrime të Hoxhës u pan si një tradhti ndaj aspiratave të shqiptarëve të Kosovës për bashkimin kombëtar. Marrëveshjet me Jugosllavinë u promovuan si miqësore, por në thelb përforcuan kontrollin serb në Kosovën dhe nënshtrimin politik të Shqipërisë ndaj Beogradit. Ky moment shënoi një nga kapitujt më të debatueshëm të historisë së pasluftës, kur për hir të ideologjisë komuniste dhe aleancave rajonale, udhëheqja shqiptare la me njanë interesat kombëtare të shqiptarëve jashtë kufive të Shqipërisë. Pjesë nga deklarata e Enver Hoxhës. Me nënshkrimin e këtij akordi tregoj se vendi ynë hyn në një fazë të re historike. Kjo për partinë tonë nuk është gjë e papritur. Këtë partia jonë e dinte. Për këtë udhëheqja e partia duhet të jenë të qartë për këtë akord, si nga ana politike dhe ekonomike për ta zbatuar mirë këtë akord. Nëse konsiston ky akord, të gjithë neve e dimë se me vajtjen tonë në Beograd, u nënshkrua akordi një ndihme materiale, si rrjedhimi i kësaj do të kishte si rrjedhim edhe marrëdhënie ekonomike dhe konsekuencë logjike e vijës së partisë sonë. Në lidhje me këtë, është edhe një çështje tjetër se unë mendoj se disa antar partie që duan të na filozofojnë se mos thot populli se ç'bëhet me Kosovën. Në rast se një antar partie ka të qartë vijën, ai e ka të qartë edhe çështjen e Kosovës. Jugoslavia është më avancuar se ne. Interesi jonë është që ajo të jetë e fortë. A është në interesin tonë të kërkojmë Kosovën? Kjo nuk është progresive. Pra në këtë situatë përkundrazi duhet të bëjmë ç'është e mundur që kosovarët të vëllazërohen në Jugosllavi. Tash vjen çështja, këtu kur ne të kemi arrirë në socializëm, do të thotë se atje edhe këtu mbeturinat e kapitalizmit kanë ngrëndru. Atëherë, në një situatë të tillë, Kosova dhe të bashkohet me Republikën Socialiste të Shqipërisë. Kjo është vija, këtë na mëson marksizmi, ne do ta shpjegojmë. Kush nuk e kupton, ne kemi për detyrë ta luftojmë. Kur ne bëjmë një akord, hapim doganat, është një hap drejt socializmit e marrëdhënieve të Kosovës me popullin shqiptar. Populli i Kosovës i ka të gjitha lirit. Ai ka marrë tokën, kanë shkollat, jemi miq më të mirë. Forca e argumenteve tona është më e madhe, shpreh Enver Hoxha.